Rezultatet e zgjedhjeve lokale të 19 tetorit janë definuar 100% dhe tani më flitet konkretisht me numra të saktë. Përderisa kutitë e votimit po heshtin, një stuhi tjetër ka nisur. Përplasjet politike mes pozitës dhe opozitës kanë shpërthyer me intensitet të ri. Nga koalicioni Vlen kanë akuzuar kreun e ASH-s Arben Taravari pas mos realizimit të censusit në komunën e Gostivarit dhe Vrapçishtit. Ata e cilësojnë si përgjigje ndaj akrobacioneve politike që u bën për interesa personale. Në rend të parë kjo është përgjigje ndaj Arben Taravarit e më pas ndaj Isen Shabanit, të cilët menduan se shqiptarët do t'i ndjekin pas në lojrat e tyre politike, duke ndëruar parimet si të ishin monedha kusuri. Sado që mund të trumbetojnë arsye, sovrani me këtë veprim i dha një shuplak të nxehtë politikës së ndërimit të parimeve për interesa të imta personale. Taravari shkoi për 6 komuna, ngeli me 4 dhe përfundoi me 0. Ndërkaq, i mënjëhershëm ka qenë reagimi i partisë së Taravarit. Ata theksojnë se pa VMRO DPMN, Vlen nuk do të ekzistonte më në skenën politike, ndërsa shtojnë se Aleanca Kombëtare për Integrim ka marrë mbi 23.000 vota më shumë se Vleni. Vlen në këto zgjedhje u dëshmua se nuk ka mbështjetjen e shqiptarëve me votat e VMRO-s, ndoshta shpëtuan diku, por moralisht janë rrëzuar. Pa VMRO-n, Vlen nuk do të ekzistonte më në skenën politike. Bojkoti i cenzuseve në Gostivar e Vrapçisht ishte thik pas shpine për kandidatet e tyre, që u përdorën si kurban. Arben Taravari fitoi bindshëm sepse qytetarët zgjodhen dinjitetin dhe jo pazaret politike në ndëm të shqiptarëve. Në vend që të shpikin justifikime, nga ASH deklarojnë se Vlen duhet të reflektoj, duke parashtuar pyetje publike se pse kanë humbur në terren, pse mbeten pa njerëz dhe pse askush më nuk u beson.